Për deklarimet e Wendt në Komisionin e Jashtëm të Senatit, ditën e djeshme, për objektivat e tij, me kënaqësi do të bashkëbisedoj me zotin Mark Crawford, zëvendës president i Republikanëve jashtë Amerikës. Zoti Crawford, përshëndes edhe të falenderoj për kohën. Falenderoj për ftesën. Si interpretoni prioritetet e zotit Wendt të parashtruara ditën e djeshme përpara Senatit? Po, unë e pash seancin dhe këta është diçka shumë pozitiv për mua. Normalisht ka disa hap para se të vinë një ambasador. Fillimisht është Shtëpinë e Bardhë dhe presidenti që emërohet kandidatin, edhe pastaj janë dy hap brenda Senatit. Edhe Senati duhet të konfirmohet kandidati. Edhe hapi i parë është një seancë me Foreign Relations Committee, dhe më thënë komiteti për marrëdhëniet të jashtme. Dhe ka pas disa kandidatë që ishin ndoshta donator ose kishin share me opozitën, por dje e pash vetëm kandidatët që ishin domethënë shumë të kualifikuar pa asnjë dyshim. Dhe e njoh bile dy që ishin atje, një ish congresswoman nga Kalifornia që do jetë kandidat për Korea e Jugut, një ish congressman nga Virginia që do jetë kandidat për Australia, një ish CIS që do jetë kandidat për Norvegji, dhe për ne është një ish general që është me 3 uj që do vinë në Shqipëri. Unë parashikoj që ai do kaloj Senatin me shumë mbushtetje. Nuk kishte ndonjë problem me pyetje që ai kishte përgjigjur, se është shumë rrallë për një general me gradë të tij të jetë ambasador. Normalisht ata që vinë në Shqipëri janë të Departamentit të Shtetit dhe janë të karrierë, nuk janë donatorët, as janë të partisë. Por ai ka një diçka që është interesante, që ka qenë edhe forca speciale për 30 vjet, edhe ka qenë brenda ambasadën në Jeruzalem duke përgjigjur direkt te Pompeo, kur Pompeo ishte sekretari i jashtëm gjatë trembimit parë. Kështu që mua më erdhi mirë që do vi këtu, edhe ai kishte përmend 4 pikë që do të fokusoj në marrëdhënie midis Amerikës dhe Shqipëri gjatë seancës. Qartë. Zoti Crawford, ka një element shumë të rëndësishëm që ndoshta është momenti për ta vlerësuar siç duhet. Ju e thatë në fakt, nuk është nominuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, por drejt për drejt nga ana e Donald Trump, apo jo, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjatë ditës së djeshme, fokusi në fjalën e tij ka qenë tek siguria edhe tek lufta kundër korrupsionit në Shqipëri. Si duhet ta kuptojmë këtë? Është ky një mesazh politik nga SBA-ja për Shqipërinë? Unë besoj që është një diçka që është domethënë se edhe pozitive. Ai kishte përmendur edhe bashkëpunim kundër trafikantët që janë në jug të Amerikës, në Paraguay, kishte përmendur një rast specifike kundër kokainë. Ai ka përmendur edhe SPAC-un duke vepruar brenda Shqipërisë. Me siguri ai do të ndihmojë Shqipërinë me rolin të saj në Gazën, me qenë se ai ka pas qenë një ndërmjetësues midis ushtrisë dhe Departamentit të Shtetit në Izrael, edhe ka provoja atje, do jetë një avantazh shumë pozitiv për Shqipërinë duke mbështetur rolin të tyre në bordën e paqes. Unë besoj që ky është shumë i kualifikuar, edhe normalisht ata që janë në nivelin e tij nuk kanë qef të vinë në ambasadat që janë në kombët më të vogël, normalisht shkojnë në Paris, ose shkojnë në Londër, ose shkojnë në Japani, por ne kemi avantazh që do vi në Shqipëri, dhe besoj që mund të vi shumë shpejt. Normalisht ka byrokrasinë e vet, Senati, por besoj që mund të vi edhe gjatë verës. Fakti që është zgjedhur një general për ambasador në Shqipëri tregon për një qasje tjetër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Shqipërinë? Ai është general, por nuk është general thjesht që ka qenë në luftë, por kuptohet që ai ka përvoja edhe thot në biografinë e tij që është me forca speciale dhe është i combat veteran, domethënë ka qenë në luftë
personalisht nuk është dikush që ka qenë në zyrë, kështu që ai kupton tamam që domethënë rolin e ushtrisë, rolin e NATO-s, ai ka thënë që un kam shërbyer bashkë me shqiptarët. Jashtë vendit besoj që ka përmendur edhe Afganistan dhe ai kishte një përshtypje shumë pozitiv për shqiptarët. Kështu që është diçka për mua që është shumë pozitiv dhe ne kemi disa vjet tani që nuk kemi pas një ambasador dhe do jemi i vetmi në Ballkan Perëndimor që do ketë një ambasador, se as Serbi, as Kosovë, as Maqedoni, as Madzi ka një kandidat. Kështu që këto është diçka pozitiv për Shqipërinë. Edhe besoj që është shumë pozitiv që kemi dikush që është në nivelin të ka vetëm 50 personat që janë në Amerikë, që janë aktiv, që janë general në gradin e tij. Ka më shumë ndoshta që janë në pension dhe është ndoshta shumë pozitiv që ai ka përvojë edhe me NATO-n, edhe me ushtri, edhe me Departamentin e Shtetit. Kështu që këta besoj që është diçka shumë rrallë dhe do jetë shumë pozitiv për Shqipërinë. Gjatë fjalës ti gjithashtu vlerësoi punën e strukturës posaçme antikorrupsion, duke mos nguruar gjithashtu të shprehet se do ta mbështes fort atë. Si mendon se do të ndikojë mbështetja e tij në klasën politike, në arenën politike në Shqipëri? Normalisht, kur ka korrupsion, ka një lidhje direkt me ekonomia, se njerëz nuk bën korrupsion për asnjë lek. Kur ka tax zero edhe kur ka asnjë fitim, nuk ka korrupsion sepse nuk ka incentiv. Kështu që me siguri ai do ketë vëmendjet e biznesit amerikane që janë këtu, do ketë një lidhje shumë të fortë me dhomë amerikane edhe me ata biznesmenët që janë aktiv, të ketë një level playing field, domethënë një mundësi barabartë për gjithë investitorët amerikanë. Dhe ne e dim që kemi fokusin e administratës Trump në rajon për energji, edhe për gazin, edhe për disa gjëra të tjera. Kështu që besoj që me qenë se ai nuk ka shumë përvojë në sektorin privat, do i ketë një lidhje shumë të fortë me ata amerikanët që janë në biznes në Shqipëri. Edhe ai tha që unë fillimisht do të shkoj dhe do dëgjoj. Kështu që ai nuk është person që nuk ka lidhje fare me Departamentin e Shtetit. Ai ka pas qenë në ambasadë jashtë, por prapse Shqipëria është një vend e re për ta, dhe besoj që ai do jetë fokusuar edhe në ekonomia, që ku ka burimet për korrupsionet, edhe që mund të bëjmë për të shmangë këtë incentiv që janë pervers. Ai në fakt foli edhe për investimet amerikane, për mbështetjen ndaj tyre, sidomos në energji edhe në miniera, po çfarë sfidash do të ketë edhe çfarë përfitimesh do të ketë nga kjo iniciativë e zotit Wend Shqipëria? Ky është i pensionuar, ai tha që unë dua Amerikë. Këta ishte diçka që ai ka thënë disa herë gjatë seancën. Dhe unë besoj që fokusin e tij është doja gjithmonë nga ky pamjen e Amerikës që do forcoj amerikanët dhe marrëdhëniet dhe perspektivën e Amerikës. Por për ne, me qenë se